Rikthehemi sërish në studio dhe i ftuari ynë tani është një këngëtar grek, tashmë i njohur edhe në skenat shqiptare, pasi ai ka vendosur që prej një viti të jetojë pikërisht këtu. Ai është fitues, konkurrues dhe një këngëtar që po depërton në muzikën shqiptare. Për të kuptuar më shumë rreth ardhjes së tij në Shqipëri, për gjërat që e mbajnë këtu dhe për përpjekjet e tij më të fundit e projektet që ai ka, ftoj në studio Sani Dimitri. O Sani Dimitri, kalos irthes. Përshëndetje. Mirë se vjen, çfarë kënaqësie të mirëpres, mirë se vjen Sani. E di që kjo është një periudhë veçanërisht e ngarkuar për ty, jemi në muajin dhjetor, në muajin e festave, të koncerteve të panumërta, por sot jam e lumtur që do të kem mundësinë të bëjmë një bisedë së bashku edhe të njohim pak më shumë. U bë një vit tashmë që je në Shqipëri. Çfarë po të mban këtu në vendin tonë? First of all, it's my pleasure to be here. Para së gjithash kam kënaqësinë që të jem këtu sot me ju. It's not one thing that keeps me in Albania. Këtu nuk më mban një gjë vetëm, janë disa gjëra të ndërthurura së bashku. It's the country. E para është vetë vendi, klima, mentaliteti që është shumë i ngjashëm me mentalitetin grek, tek e fundja jemi fqin. And all the circumstances when it comes to work. Edhe të gjitha rrethanat për sa i përket punës edhe shumë çka, por edhe janë ideale për mua që të vazhdoj të qëndroj akoma këtu. Akoma. Të kuptojmë se çfarë të pëlqen nga Shqipëria, për shembull, cila është receta shqiptare, pjata shqiptare që të pëlqen më shumë? I don't know many traditional dishes. Nuk njoh shumë gatime tradicionale ose ndoshta nuk i mbaj mend, por një që më pëlqen shumë është tava e dheut. Very heavy. Është e rëndë dhe you don't eat again for a week. Mjafton ta hash një herë dhe pastaj mund të rish edhe një javë pa ngrënë, por këtu të gjitha ushqimet më pëlqejnë. Më vjen mirë, po për muzikën shqiptare. Nëse do të kërkoja të veçoje një këngë që të pëlqen shumë, cila do të ishte ajo? I didn't have experience. Para zgjitash nuk kam pasur përvojë më para se të vija këtu, nuk është se kam dëgjuar muzikë shqiptare dhe kur erdha u habita shumë sepse keni industri shumë të mirë muzikore këtu, të nivel të standardeve ndërkombëtare, le të themi, nuk ka mbetur në standardet të kombëtare, por muzika tradicionale është thuajse identike me atë greke dhe më duket sikur dëgjoj të njëjtën muzikë por në gjuhë të ndryshme. Më pëlqejnë shumë artistë shqiptar, por fatkeqësisht nuk kam mbaj mend mirë emrat, por prej tyre veçoj disa këngë që më pëlqejnë pikë së pari nga vija melodike, sepse nuk e kuptoj gjuhën. Some songs from Eneda Tarifa. Më pëlqejnë disa këngë të Eneda Tarifës, Aleksandër Gjoka, që ka një këngë shumë të mirë, që s'ja mbaj mend titullin, ju lutem, por edhe shumë këngë të tjera. Fatkeqësisht nuk i mbaj mend se kush i këndon. Me rëndësi është që më pëlqejnë shumë. Po një fjalë shqip, a ke mësuar? Përveç se mirëmbrëma, edhe këto përshëndetjet e mirësjelljes. I'm not in a very good age to learn fast. Fatkeqësisht nuk jam në një moshë për të mësuar shpejt, i kam disa vite, do të përpiqem, di shumë pak. Për momentin di vetëm disa fjalë të vogla. Mirëmbrëma, mirëmëngjes, natën e mirë, si jeni? Shumë mirë, faleminderit shumë. Dashuri, shpirt, vogël. E madhe. That's it. Vetëm kaq. Po të dua, por do të dua që mësuar në shqip. Të dua patjetër. Maybe I know more than you think or I. Edhe më shumë nga ç'mendoj unë ose ju. Cila është fjala më e vështirë që të ka bërë përshtypje teksa e dëgjoje? The whole language. E gjithë gjuhën duket shumë e ndërlikuar, gjuhën tërësi. It's amazing because I know that është fantastike sepse e di që gjuha shqipe është një ndër gjuhët më të pasura dhe të pastra që le të themi që nuk ka pasur ndikim nga gjuhët e tjera, është një gjuhë unike dhe e veçantë. Herën tjetër që do të takoj në studio, jam e bindur se do ta kesh shtuar listën e fjalëve dhe fjalorin në shqip. E shoh që e ke marrë seriozisht. Patjetër do të bëjmë një bisedë filozofike. Pres këtë moment. I think I will be staying here. Mendoj se do të qëndroj këtu për një kohë gjatë.
if the people still like me. Nëse njerëzit do të vazhdojnë të më pëlqejnë, sepse kur të mund të mos më pëlqejnë, më do të largohen. Në një moment të shkëlqyer, sepse njerëzit të duan dhe përveç se njerëzit të duan muzikën tënde, duan artin tënd, një vit më parë edhe je vlerësuar në një festival të muzikës këtu në Shqipëri me vendin e parë. Së bashku me këngëtaren Rozana Radi. Do doja që ta shohim akoma. Sa këngë e bukur. Do të mbetet një ndër këngët më të bukura. Shqiptaro-greke. I think yes, this song. Mendoj se po, kjo këngë u bë për të qëndruar gjatë. Së pari sepse është këngë greko-shqiptare. Është këngë e shkëlqyer. Dhe kimia mes nesh ka qenë e jashtëzakonshme dhe kjo i preku njerëzit që e deshën këngën aq shumë. Ishe ti auguri mirë për Rozanën apo Rozana auguri mirë për ty në këtë bashkëpunim? I believe that in every victory Besoj se në çdo fitore apo sukses you are never alone. Nuk je kurrë vetëm. The same with the failures. Njësoj si me dështimat. So it's luck. Ndaj mendoj se është fat. One gives to the other. Nuk ka të bëjë me faktin që njëri ka dhënë më shumë apo më pak, thjesht ka qenë fat. A collaboration. Bashkëpunimi. From everyone. Nga të gjithë, jo 1, 2 apo 3, po të gjithë atyre që morën pjesë në këtë këngë. Dhe me Rozanën kishit një kimi të jashtëzakonshme në skenë. Si e keni marrëdhënien sot? U diskutua, u përfol, edhe vetë Rozana tha se nuk keni më komunikim apo një marrëdhënie të afërt me njëri tjetrin. Yes, that is true, even though po, është e vërtet, ndonse nuk u kushtoj shumë rëndësi fjalëve apo komentave negative të njerëzve. Po, është e vërtet që nuk flasim më. Së pari sepse pas fitores në këtë festival, Rozana fut me njëherë në një reality show dhe kjo kontriboi në faktin që të mos ishim në kontakt me njëri tjetrin kur duhej të ishim pas fitores në festival. Besoj që secili merr vendimet e veta dhe zgjedh drejtimin që do të marrë dhe me kë do të flas apo të shoqëroj, e tillë është jeta. Por çfarë ndodhi mes jush? What happened? Tani që ndodhi. I don't like to speak. Së pari nuk më pëlqen të flas për këtë. Something that aq më pak për diçka që ka të bëj me dy veta dhe personi tjetër nuk është i pranishëm. Por sigurisht që mund të përgjigjem për diçka që dikush ka thënë por unë nuk kam qenë i pranishëm. Ti do tregosh të vërtetën tënde. Yes, of course, but sigurisht që po. Only to what has already been told. Po vetëm në lidhje me atë që është thënë kur unë nuk kam qenë i pranishëm. Ajo që ndodhi ishte se even though it was let's say, like I said, a teamwork. Ndon se ishte një punë në grup, le të themi siç e cika. Sepse kam dëgjuar edhe që ka thënë diçka në lidhje me faktin që unë jam mos mirënjohës. Nuk mendoj që kam qenë ndonjëherë mos mirënjohës. Dhe kjo është treguar në të gjithë postimet e mia në rrjetet sociale dhe për gjithçka tjetër që ka të bëjë me këngën. Include whoever contributed for this song. Siç kam përfshirë edhe të gjithë të tjerët që kanë kontribuar në krijimin e këngës, kompozitorin, stilistin, të gjithë ata që kontribuan për këngën i kam përmendur gjithmonë, por fatkeqësisht kjo është bërë vetëm nga ana ime. Siç mund ta kuptoni, is not correct. Kjo nuk është veprim i duhur sipas këndvështrimit tim. And to be honest, what exactly happened? Për të qenë i sinqert, se ç'ndodhi në të vërtetë nuk ja kam iden. Rozana pretendon se
e ke përdorur imazhin e saj në postera që reklamonin koncerte në vende që ajo nuk do të këndonte, por do të këndoje vetëm ti. This specific incident. Ky incident në veçantë ka qenë vetëm një rast. Business that they invited me to perform there. Kur më ftoi një biznes për të kënduar atje, sigurisht që morën një foto publike ku unë isha me Rozanën, sepse kur dëgjohet kënga Koma është e kënduar nga të dy dhe fotoja e të dyve ne bashkë është publike dhe mund ta marrë kushdo dhe ta përdorë si të doj. Ai e mori këtë foto të mrekullueshme dhe me gërma të mëdha shënoi vetëm emrin tim. If this is misleading, nëse kjo e shtyn dikë ta keq interpretoj, unë nuk di ç'të them. Rozana apo kushdo tjetër mund të kenë një variant të tyre, por realiteti është një dhe i vetëm. Një foto ku jemi ne të dy dhe vetëm emri im, këtu nuk ka asgjë për të keq kuptuar as asgjë tjetër. Si fillim nuk e bëra unë as fare, e bëri dikush tjetër. Nuk e kuptoj se ku qëndron problemi. Pikërisht këtë doja të pyesja edhe me këtë pjesë të reklamimit, merret ekipi i klubit, edhe jo ekipi jot, pra, menaxherët e tu. Yes, of course. Sigurisht. Of course. But even if I did it. Por edhe po ta bëja unë, mund ta përdorja foton tonë, është kënga jonë. Can I? A mund ta bëj, patjetër që mund ta bëj. Megjithatë ju keni një këngë shumë të bukur bashk, edhe kur është dashur të këndoni pas këtyre keq kuptimeve apo mos komunikimit, në sken është ndjerë dhe është dukur sikur asnjë gjë nuk ka patur. Yes, because the reality is that po, sepse realiteti e vërteta është që ndonse edhe pse mund të kesh probleme, keq kuptime apo mos përputhje, you don't have anything to divide. It's në të vërtetë nuk ka asgjë për të ndarë. If something happens today, për mua nëse ndodh diçka sot, nesër unë e harroj. Also with Rozana, I have. E njëjta gjë vlen edhe për Rozanën, nuk kam kurrë problemi me të. Tomorrow I can go for coffee if she nesër mund të dal për kafe me të nëse ajo do të doj, nuk kam kurrë problemi me askën. If it's not too serious. Nëse çështja nuk është tepër serioze. Po mirë, po e bëjmë kështu si ftesë të hapur këtë. Di se zotron disa instrumente, saksofon, klarinet, piano, kitar. Cili është instrumenti që e ke më afër zemrës, që të frymëzon më shumë? My love is saxophone. Dashuria ime është saksofoni. Sigurisht që po. Nuk ka asnjë instrument tjetër që mund të krahasohet që në emocion apo në sensualitetin e saksofonit. Ndaja im mbetet dashuria ime. Sani, do të shohim disa video me performancat e tua, të cilat i ke ndarë edhe në rrjetet sociale. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου, αφήνω μια στραβαδό. Να σου έρθω με καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Τα σου στην αγκαλιά σου, να ξαναθώ γιατί άλλα δεν μπορώ. Μαζί που φως θα φέρει στην πλάτια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μην βαλπίσεις. Σώμα μου για μένα αποβιλώ. Σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Πώς εδώ για μένα ζω, φεύγω στα χαμένα σταθώ. Μαζεμένα ένα να σου πω. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι. Τα μπαλκόνια για σημεί και νύχτο λουλούδα. Για ξεκούρδηση λατέρνεσα που κάνει κοτσιζανί. Çfarë atmosfere, edhe besoj se nuk ka shqiptar që nuk i kërcen e nuk i këndon këto këngë. Të jep kënaqësi besoj, teksa je duke performuar edhe i gjithë publiku këndon një zëri me ty. Of course, you cannot fake having a good time. Sigurisht që qefi nuk shtiret dot, ose kalon mirë ose nuk kalon dhe besoj se aty duket shumë mirë që pëlqehet. Nuk është punë as para, por kryesorja është argëtimi. Nëse nuk argëtohem, nuk bëj asgjë. Muzika është profesioni yt, por Sani Dimitri është edhe djali i sa e sa pasioneve.
Gjatë jetës tënde ke eksperimentuar jo pak. Ke punuar si kuzhinier, menaxher hoteli, tattoo artist, 3D designer, edhe të pëlqejnë shumë shpejtësia dhe motorat. Yes. Unfortunately, or fortunately. Fatkeqësisht ose Fatmirësisht. I have done and tried and worked in kam many things. bërë dhe kam provuar shumë punë të ndryshme. I'm not done yet. I have more. Dhe s'kam mbaruar akoma, kam ende shumë gjëra për të provuar. But yes, I have done many things and Po some kam of them bërë I still shumë do gjëra them. dhe disa prej tyre besides vazhdoj t'i singing. bëj përveç këngës. E ke ditën goxha të angazhuar dhe një ndër gjërat e rëndësishme që nuk e le asnjëherë pas dore është aktiviteti fizik. I don't know who gave you this information. Se kush ju ka thënë këtë, por nuk është e vërtetë. Unfortunately, because you know when you're moving all Fatkeqësisht the sepse time and you're kur je traveling, gjatë gjithë kohës në lëvizje cannot dhe have a routine. udhëton, nuk mund të krijosh dot një so rutinë. now I haven't worked out for U bë I would say 2 years. do të them që kam rreth 2 vite që Yes, nuk but- ushtrohem më. I need to start. Po, and por I need duhet to ta start filloj very dhe soon. duhet ta filloj shumë Pra, ke shpejt. qenë shumë i përfshirë në këtë gjë. Edhe ka patur shumë të rëndësishëm aktivitetin fizik, por në këto momente pas ke 2 vite pauzë. Por në Tiranë, ku i bën xhirot me motor? I don't have a motorcycle here. Vërtet? Nuk kam motor. No. I just have some friends that Jo, if kam I vetëm want a disa motorcycle, miq they që give po it to të me dua and I motor can go ma somewhere. japin dhe mund I të have lëviz motorcycles diku. in Greece. Në Greqi kam motor. 12 motorcycles. Kam 12 Pas ke motora atje. koleksion? Yes, like perfumes, shoes, Kam and një koleksion si parfumet edhe këpucët. Sani pak e folur për jetën personale. Ti jeton vetëm këtu në kryeqytet? yes, I do not talk about my personal life. Po nuk flas për jetën time personale. There's a reason that it's called personal. Ka një arsye pse quhet personale. It's personal. Nga që është And personale. it's not that it's not like you need to hide something. Nuk ka të bëjë me But I faktin që believe dua të that, fshej gjë, por besoj se A big majority of people, se shumica e Not being njerëzve like this and në everywhere. Shqipëri, Greqi apo they kudo don't like to see good things and positive things. nuk kanë and qef people shohin having a gjërat good time. mira dhe pozitive apo kur So- njerëzve u ecën mbar. I think you get bad energy Dhe mendoj që merr And some people energji can të also keqe interfere dhe disa njerëz edhe mund të with your personal ndërhyjnë. life. So në this jetën is why tënde I personale. never talk about my personal Ndaj nuk life, flas and I kur për keep jetën it time for personale. me E mbaj and vetëm për who vete. may ever other concern. Edhe Here, yes, I live alone. dikuj tjetër I që have a mund t'i house now përkas, here. këtu jetoj i vetëm. And that's it. Kaq. Duke të patur në një studio televizive dhe kudo ku je ti, kudo ku ka një sken, të gjithë të drejtojnë një mikrofon. Të lutem! Do të këndojmë një këngë të bukur greke. Of course. Faleminderit. Duhet ta përkthesh e nuk të duhet të njohësh gjuhën, sepse muzika flet me gjuhën e shpirtit. Faleminderit shumë Sani Dimitri, ishte shumë kënaqësi kjo bisedë me ty këtu në Living Day. Faleminderit. It was my pleasure. Of Ishte course, kënaqësia you are correct ime. in what you said. Sigurisht keni shumë të drejtë në atë që thoni. Ishte kënaqësia ime të isha sot me ju këtu me këtë atmosferë të Me mrekullueshme. kënaqësi më të madhe, gjithmonë i mirëpritur në Vision Plus në Living Day. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Mirupafshim.